Do doja fillimisht emocionin e golit që le të shpresojmë që do ta kemi vëmendjen vetëm aty dhe do të ruhet rezultati deri në fund, sipas jush. Jemi në këto momente që ndikojmë vërtetësi sepse shtu presioni polakëve, tifozët po i mbështesin shumë. Edhe njerë të lutem, është i vështirë transmetimi, po nuk është se dëgjohet shumë mirë, po gjithsesi do të tentojmë. Edhe njerë ju lutem? Alo? Po, unë ju dëgjoj. Zoti Starova, unë ju dëgjoj. Jemi drejt për drejt. Po. Ka pak vështirësi, do të presim nëse mund të arrim ta kemi komunikimin dhe kam kënaqësinë të kem zotin Sulejman Starova, trajnerin nga Polonia në këto çaste, teksa po ndjek nga afër këtë ndeshje, e cila është me rezultatin 1-0 për Shqipërinë. Është minuta e 52 tani, është pjesa e dytë, ka nisur pas pushimit ne në studio që prej orës 20:45 minuta jemi mes informacioneve, analizës, komentit në studio, teksa e ndjekim live në News 24. Do të presim edhe pak momentet. Po, ta tentoj edhe njerë. Zoti Starova, më dëgjoni tani? Alo? Po, ju dëgjoj shumë mirë dhe ju kaloj linjën, ju lutem për të përcjell emocionet nga stadiumi aty. Hop. Kalum dhe një rast tjetër të rrezikshëm. Mund si kundra sulmi. Në shqyë mirë. Shqypat. Gol! Gol! Kam Shqipëria skuadrën shqiptare. Janë 2-1 E të Wow! Mirë, jemi live, që ta sqarojmë. Jemi live me zotin Starova dhe me sa duket ne kemi pak më pas transmetimin këtu, sigurisht, dhe komenti i parë erdhi pikërisht nga zoti Starova. Sa bukur do ishte të ishte gol. Komentuar Starova live golin e skuadrës tonë. Gol e sigurisë quhet. Më dëgjoni zoti Starova, kemi humbur një shans. Po jam me etet e kuptoj. E kuptoj. Kështu që mos kemi përplasje zëri, ju lutem, po ju lë linjën e drejt për drejt të na komunikoni atë çka keni në këto çaste për të përcjell. Okej. Po bëjmë nesër gati perfekte, prandaj edhe po të jemi në avantazh. Por duhet të tregojmë dhëmbët. Të mbrojmë, të vazhdojmë të mbrojmë kompakt siç kemi qenë deri në këtë moment dhe shpresojmë të krijojmë dhe një rast tjetër si puna rastit pa besueshëm që nuk arritëm të realizojmë golin e dytë. Ciao. Mirë, është ndërprerë për momentin, lidhja e drejt për drejt e vështirë natyrisht, por arritëm të merrnim një emocion që do t'ishte shumë bukur nëse do të përkthej në një gol të dytë për Shqipërinë, një humbje rasti. Ky ishte po bravo. Gol Kosova. Gol Kosova tani. Bravo Kosova, Muslia ka shënuar. 3-2. 3-2 për Kosovën. Sa bukur. Kjo është fantastike fare. Pra emocionet dyfishta janë këto. Taçi. Jam për një pak jo kisha shiqur që kaloj Kosova ka ekip shumë mirë. Ka ekip shumë mirë, thamë që në fillim ka lojtar vërtet cilësor dhe për te atyre që tha kolegu jon nga Kosova, unë do të thomë që një diçka pozitive është trajneri i skuadrës kosovare, i cili ka bërë një punë vërtet të jashtëzakonshme, Franco Foda, një trajner tipik me mentalitet gjerman, i cili ka mbledhur skuadrën dhe ka çuar. Pati shumë probleme. Shumë probleme pati, po erdhi kishte edhe me njëri tjetrin nuk ishin në harmoni. Po sepse po dashur të jap dhe shembuj të tjerë. Gjëja kryesore një trajneri është që të krijojë harmoninë midis futbollistëve në grup. Nëse ty të mungon në harmoni, atëherë ti kot që je trajner. Po ta marr, thashë unë do marr shembull, po do ta marr shembull. Kemi Xabi Alonso tek Reali Madridit, nuk krijoi dot nuk pati mundësi të regonte dot të rregullonte dhomat e zhveshjes, s'prandaj as fjalë. Duke parë rastet që duke parë rastet sonin gole dhe ishin në moment jo. Dhe do bëhemi meme kështu. Prandaj
Prandaj është do. Unë e thash, unë shikoj Tanin edhe jam Pastima. Pa ma kështu arritëm golin, me këtë 3 këndçin këtu. E di shke Kristina të marrë edhe ky aksioni polak të paktën. Po nuk është bërë se unë e kam telefon, jemi rregull. Jemi zero me një ja, Iko. E di si është kjo me këtë me Sarovën apo me televizit të telefoni, duke parë ndeshjet, gjithë i shohin në celular, gjithmonë televizor është 30 sekondë, ka dhe që është 40 minutë. Edhe duke parë ndeshjet gol, dhe po ku e bërë më unë duke parë ndeshjet? U thot e kam celular. Më mirë ke futur në shtëpi se të t'i hoqë gjithë emocionet. Kurse sot inshallah Treviza splet pare. Duhet thënë që humër rastin më të mirë për çfarë golin. Absolutisht më mirë. Ai ishte rast flagrant fare. Edit Bajramit, një penallti në lëvizje konsiderohet. Tamam penallti në lëvizje me një 2-0, Kosova që përmbys shifrat në Bratislav, me një 0-2 në Varshavë, do ishim pra një mbrëmje magjike, edhe po ta ideonin. Ka ca sulmues edhe lojtarë që janë më në formë. Dakor. Po, por e kishim rastin. Patjetër. Rastin më mirë ndeshjes. Unë nëse do të luaj, domethënë do të më jepte një mundësi për të marrë një lojtar Kosovës, vetëm ai Murishi do na mungonte sot, në kuptimin që do të bënte edhe 2 dhe 3 ndoshta. Sot s'ka shënuar në mos gaboj. Jo, s'ka shënuar as i gol, se patjetër, por ai lojtari i golit po themi na mungon. 3 gola që i kanë ngelur të thyr rekordin e Majorkës. Edhe të vari këputët në gosht, sepse kështu e ka thënë dhe vetë, që ku e gjitha tani në këtë moshta, gjitha rinin e dytë, në një intervjist i kështë dhënë për mediat spanjolle, po bën një mrekulli, por Majorka ka shumë pak shanse të qëndrojë në ligën e parë. Në liga, pra me shumë mundësi mund të zbresi poshtë. E qartë. Mirë, shkoj pak drejt për drejt tek Shkambi, që nuk e di, e harruan për pak momente lidhjen me Shkambin, sepse duhet i marrim nga i disa emocione. Shkambi! Gorat e mori Treviza. Do të arruajmë rezultatin apo jo? Këtu është pyetja. Unë këtu po puntoj të paktën, sepse nëse shpresojt goli ditë, unë them të ruajmë këtë. Unë rrjetet sociale më të bukura se në të momente nuk kam parë kurmi. Fjallë është kudo Arber Hoxha me Shqiponjën, duke bërë zemrën, tifoz, politikan, njerëz të artit, të medias, të gjithë po festojnë të momente për këtë gol të Arber Hoxhës. Pa diskutim është lojtari dhe kryefjale çdo rrjete sociale, çdo portal në të momente. Kujtojmë që për të është një ndeshje shumë speciale, jo vetëm për faktin që është në vallë një bilet për në botror, por Arber Hoxha, ashtu si çdo lojtar tjetër, është në qendër vëmendjes. Ka një kontratë me Dinamo Zagreb deri në 2027, por këtë periudhë palët kanë diskutuar, kanë bërë negociata dhe përpara se të dëmtojë, ku ishte në të momentin e tij më të mirë, flitej shumë për një transferim të mundshëm në Angli. Ishte një nga lojtarët kryesorë në Sport News e përcjellshëm në mënyrë konstante. Pasi ky është sezoni i dytë që ekipet të ndryshme nga Anglia kanë shfaqur interes, pa diskutim që ky gol përballë Polonisë sot i rrit shumë kuotat e tij në tregun e transferimeve, pasi në fund ditës është një ndeshje e rëndësishme e jashtëzakonshme për Shqipërinë, por është edhe për lojtarët, për të ardhmen e tyre, për karrierën e tyre. Dhe pa diskutim ky gol rrit akoma më shumë kuotat, edhe siç dihet Dinamo Zagreb për këtë ekip kroat, çdo lojtar ka një çmim dhe me shumë mundësi ky gol i rrit akoma më tepër kuotat e tij për një transferim të mundshëm, pse jo në Angli, por të bashkuar dhe Anis Mehmetit në distancë, pa diskutim. E qartë. Mirë, nëse fitojmë, dua shumë të mendoj këtë, që do fitojmë, luajmë me Suedin. Me Suedin, po. Me Suedin deri në këtë moment. Neshja është 2-2, kështu që nuk 2-0 për Suedin, nuk besoj se ndryshim rezultati apo jo. Po, Suedia në fakt, po ta marrësh në letër, është një skuadër që ka lojtarë shumë të mirë, ka lojtarë si Isak, si Gjogeresh, lojtarë që kanë një potencial shumë të madh. Por fakti që Kosova arriti të merrte 6 pikë në fazën e grupeve, na bën të mendoshim që mund të ishte kundërshtari që ne do preferonim deri diku. Kosova ja mori 6 pikët Suedis, por kur Suedia kishte sigurt që do dilte. Po kishte pra Suedia luajti kur momenti që ra shorti, Suedia nuk luajti më futboll me ekipin kombëtar. E kishte sigurt që do dilte. Si çdo që do ndodhe sepse ishte kombinimi i grupeve i tillë. Suedia krahasim me Poloninë, mendon se është më e fortë. Po, është. Në letër po. Nuk mund ta them. Në element po. Mund ta them që jam aty me Poloninë. Megjithëse sot mbasi jemi edhe ne po luajmë shumë mirë, po deri diku skuadra polake po më zgënjente. Po thuhet se nuk ka bërë absolutisht asgjë. Sa mirë shkruaj. Kjo është lajm i mirë. Ja dhe Shqiponja, zemra ishte pak më parë.
Po, Trevisa po shet tek live ndërkohë, po shikoja foto. Se ishe gjyte Lewandowski e cila topi u pren në mënyrë shumë çuditshme, por Shkambi do të kthejmë përsëri tek ti, faleminderit. Zemra ime, sinqerisht, po del jashtë vendit. Unë e përjetoj aq shumë futbollin, jo vetëm kombëtar, një ndeshje normale që unë jam tifoze. Dhe më pas shkëlqen në studio çdo ditë kur përcjell çdo lajm të fundit të sportit bashkë me ekipin tënd, Iglin dhe Erion Shkambin. Kështu që faleminderit që jeni me mua në këtë transmetim të drejtë për drejtë, jeni yje. Është kënaqësia më e madhe, kështu që po realisht po kam një emocion shumë të fortë. Nuk e nisa kështu, po si duket minutat po kalojnë edhe është kjo frika e golit se mos psojmë. Edhe po bëhet shumë e bukur, se kemi raste të shkuar edhe ekipi jonë që krijon mundësi, Polonia që se ka një këndore dhe Barazim. Dalje, jo e studiuar as pak mirë nga Strakoshi. Dhe përsëri ai që Jo, sigurisht përmenda Lewandowski ka bërë 88 gola. Jo, përgjithësi kjo ishte një dhuratë. Ky moment nuk duhej, por ja që. Në goditja e këndi, Nuk duhej një trajektore jo e studiuar mirë. Është ajo që përmendi Baku pak më parë. Të shkosh të pësosh gol, ke zona portierit. Në këtë mënyrë, ke zona portierit dihet që faj një dozë të madhe fajt e ka. Por tepër dalje jo më e studiuar nga një portier që është në formë, tek ai ku Afinës. Nuk e di, presioni ndeshjes, fakti që nuk punon 2-0. Dalim te ajo pjesa që Lewandowskin e markuan shumë mirë dhe vjen një moment që kaq që duhet për të. Është për të ardhur keq pra, sepse ti e izolon lojtarin më mirë të tyre për 6 minuta. Faul ajo pjesa aty sa ai ka kërcyer mbi lojtarin ton. Absolutisht. Për mbrojtjen, jo për portierin, ke mbrojtje, ke hysaj. Shiko po pra aty të hysa, ja i ka kërcyer mbi trup. Ka vështirësi që është pak si faul. Ka shtyrje me duar. Se duket sikur i ka sa duket shfryzuar, por ideja që ai ka kërcyer mbi Distyre ka një 15 mbi kokë duhet ta shohim. Ka një 15 centimetra diferencë. Shto dhe kërcimin, hysaj më tepër kërkoj të futej poshtë trupit e Lewandowski sa të kërcente. Shumë e vështirë, është tepër muskuloz, pavarësisht moshës. Një gol i psuar Lundra që mund të evitojë. Ishte evitueshëm. Ishte shumë i evitueshëm. Pra, nuk ishte se ato krosimi i lartë, i jep kohën nevojshme portierit për të dalë, për të studiuar mirë daljen e tij. Në dytë. Pikërisht pra, në shtyllën e dytë që besoj se gol i Megjithatë nuk kalkulohet dot çdo moment, se ka është luan. Nëse nuk gabon Isia nuk son gol. Qoftë do kishte gabim s'do kishte. Problemi është se do reagoj skuadra jon tani. Ja do të shohim. Ndërkohë na kanë shoqëruar edhe fotot nga Federata Shqiptare e Futbollit që ka përcjell për median, që ju shoqërojnë gjithkohës në ekran deri pak momente më parë, dhe kryesisht momenti i pas golit për Shqipërinë. Rezultati 1-1, minuta e 64, le të shpresojmë për një gol tjetër të kombëtares shqiptare, pse jo të mbyllet pa shtesa, megjithatë nuk e di sa e vështirë do jetë Artyom. Unë mendoj që loja është akoma e hapur, sikurse edhe ne kemi krijuar mundësia të pothoja. Ne kemi krijuar mundësi. Ne kemi mbyllur ndeshjen me rastin e Bayramit. Po. Në 2-0 që kërkoi për qetësi. Pra, ajo kërkoj për qetësi dhe unë mendoj që ne është shumë i çuditshëm ti Artyom. Nga 2-0 për ne shkon 1-1. Nga një lloj sigurie që ti jep goli dytë, kalojmë në 1-1 që jep më tepër zemër skuadrës polake. Tani aspekti psikologjik është në favor të polakëve.